Vërtet besoj se është ofendim për Perëndin kur ankohemi dhe në fakt mendoj se është e rrezikshme, mendoj se ne hapim një derë për armikun sa herë që ankohemi. Mesazhi që do të predikoj sot nuk ju nevojitet, por ndoshta ndonjë që ju njihni do të ketë nevojë. Dhe kështu ju ose mund të mbani shënime ose mund të blini një kopje të CD-s apo diçka. Por e di që juve s'ju nevojitet sepse do të flas në lidhje me ankesat. Kështu jam e sigurt se s'keni nevojë, asnjë nga ju s'ka nevojë. Në rregull? Mirë, mendoj se nëse do t'ja dilnim të mos ankoheshim për diçka, për një ditë të tërë, do të ishte gati në kufit e një mrekullie. Duket sikur sa më shumë kemi, aq më shumë ankohemi për to. E kapa veten time para 2 javësh dhe mendoj se e bëj shpesh. Duke shkuar tek dera e frigoriferit, qëndroj aty dhe shoh të gjitha ushqimet. Dhe dëgjova veten të thoshte, lodhem kaq shumë, kur më duhet të vendos çdo ditë se çfarë të ha. E keni thënë ndonjëherë? E keni thënë këtë? Pa shikoni, po shoh duart lart. Ose shkoj tek dollapi që është në të vërtet një dhomë e vogël dhe them sa lodhem kur përpiqem çdo ditë të vendos se çfarë të vesh. Mirë, e dini kur isha adoleshente dhe dollapi im ishte kaq i madh dhe unë kisha vetëm 7 veshje, nuk kujtohesha kur doja të zgjidhja. Kishte një veshje për të hënën, një për të martën dhe një për të mërkurën. Nuk kujtohesha as për këpucët, sepse kisha vetëm 2 palë. Dhe mendoj se shumë herë ne ankohemi që kemi aq shumë gjëra sa që faktikisht hutohemi kur përpiqemi të vendosim se çfarë të ham. Është për të ardhur keq që në një vend ku ne mund të ham çdo gjë që ne dëshirojmë, në çdo kohë që dëshirojmë, qëndrojmë para derës së frigoriferit dhe ankohemi nga që nuk dim çfarë të ham. Lodhemi kur përpiqemi të vendosim se ç'të ham. Mirë, ishte një misionare. Ajo dhe familja e saj jetuan në Afrikë për shumë vite dhe ata vinin në shtëpi në Amerikë 1 herë në vit ose 2 herë në vit. Dhe në Afrikë ku ajo jetonte se kishin një lloj drithi që quhej Udbix. Dhe kështu asaj i pëlqente dhe një nga gjërat që i pëlqente të bënte kur vinte në Amerikë ishte të merrte nga ky lloj që i pëlqente. Ajo s'kishte ardhur prej vitesh dhe gjërat kishin ndryshuar shumë, kishte më shumë larmi nga sa kishim më parë dhe kështu i shoqi e çoi në dyqanin e ushqimeve dhe i tha se do ta priste jashtë. Kështu ajo hyri në dyqan dhe nuk po dilte, dhe nuk po dilte, dhe nuk po dilte, dhe nuk po dilte, dhe më në fund doli dhe s'kishte bler asgjë. Dhe burri tha, e po ku i ke drithrat? Ajo tha, u hutova shumë kur po kërkoja se ç'lloj drithrash të blija, sepse kishte lloje nga më të ndryshmet dhe më në fund hoqa dorë dhe nuk bleva asgjë. Sa nga ju e din se në ditët tona ne kemi shumë bollok. Perëndia më tha një herë, nëse do të ankohesh për diçka, më mirë mos u lodh të lutesh për të. Kështu, Perëndia su përgjigjet ankesave. Mund të ketë një departament për ankesat në çdo vend që shkoni, por nuk ka departament ankesash në qiell, ku ju të shkoni e të ankoheni për një problem dhe ata ta zgjidhin menjëherë. Mënyra se si merremi me problemet është duke u lutur dhe duke i besuar Perëndis, jo duke u ankuar për gjithçka. Faktikisht mendoj se nëse ne lutemi për diçka dhe fillojmë të ankohemi për atë gjë, ndoshta e kemi zhbërë çdo gjë të mirë që mund të kemi bërë. Dhe vërtet, ndoshta do të qeshim shumë sot sepse kam disa histori gazmore, por dua të theksoj që në fillim se ky është një mesazh shumë më serioz nga sa ju mund të mendoni. Dhe vërtet besoj se është ofendim për Perëndin kur ankohemi. Dhe në fakt mendoj se është e rrezikshme, mendoj se ne hapim një derë për armikun
sa herë që ankohemi. Dhe kështu do t'ju sugjeroja që ta merrnit këtë mesazh shumë seriozisht. Merreni seriozisht dhe nëse e kapni veten duke u ankuar, trajtoheni si mëkat dhe pendohuni. Sa nga ju janë të mirë me fëmijët? Në rregull. Unë jam, dhe sa prej jush nuk i pëlqejnë ankesat e tyre sepse janë aq të mirë me fëmijët sa që thoni, vërtet? Seriozisht e ke? Vërtet po ankohesh për këtë? Mirë, e dini, imagjinoni pak se si ndihet Perëndia kur ka bërë kaq shumë gjëra për ne dhe kur ka sakrifikuar edhe birin e tij të vetëm lindur dhe kur siguron në mënyrë të jashtëzakonshme për ne. Mua s'më duhen shumë përpjekje për t'u ankuar, por më duhen shumë që të mos ankohem. Ankesat janë diçka që ne bëjmë në një farë mënyre si një reagim automatik ndaj çdo lloj paratie apo gjëje të bezdisshme që kalojmë në jetë. Dhe besoj se mund t'ja vërtetoj me shkrime se të ankohesh është mëkat, dhe se kjo hap një derë për armikun. Dhe kështu, unë kam një frikë nderuese shumë të shëndetshme ndaj ankesave. Jo se nuk ankohem kurrë, por më pëlqen të predikoj një mesazh të tillë sepse duhet ta dëgjoj edhe vetë vazhdimisht. Pali tha, për mua nuk është e rëndë t'ju shkruaj të njëjtat gjëra, por për ju është siguri. S'mendoj se ka diçka në Bibël që mund ta dëgjojmë veç një herë, sepse kemi nevojë ta dëgjojmë përsëri. Unë mendoj se jo çdo fjalë duhet të jetë fjalë e re, por duhet të jetë një fjalë aktuale. Dhe kështu kjo nuk është diçka që se keni dëgjuar kurrë. Ndoshta do ta dëgjoni përsëri, por nëse dikush është siç jam unë, sa herë që ta dëgjoni, keni nevojë për të. Amen. Kështu. Po lexoj nga Filipianëve 4:6. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falenderim. Ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me falenderim. 1 Thesalonikasve 5:18 deri në 19, për çdo gjë falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Mos e shuani frymën. Tani, fjala shuani do të thotë ta ndalni punën e tij. Kështu, nëse duam të dalim drejtë në thelb dhe ta bëjmë të qartë këtë, nëse po e kuptoj atë që lexoj këtu, thuhet se nëse po kaloj një situatë më nevojitet ndihma e Perëndis. Dhe ndoshta po lutem, ndoshta s'po lutem, por më lejoni t'ju them se po lutem, por edhe po ankohem. Atëherë, ankesat po e pengojnë frymën e shenjtë që të mund të punoj në jetën time dhe në situatën time. Izraelitët kaluan 40 vite në një udhëtim për të cilin duheshin 11 ditë. Kjo ende më lë pa fjalë. Mendoj se sa shumë vite kalojmë ne duke u endur në shkretëtirat e jetës, në kërkim të asaj toke të premtuar, drejt së cilës jemi nisur. Dhe ne thjesht se kuptojmë se çfarë është duke na penguar, dhe ndonjëherë nuk janë gjërat e komplikuara që mendojmë ne, janë gjërat më të thjeshta. Predikova njëherë në lidhje me mentalitetin e shkretëtirës, mendoj se duhet ta bëj përsëri, por faktikisht studiova se çfarë i mbajtje aq gjatë izraelitët në shkretëtir kur mund të mbërrinin për 11 ditë dhe ishin gjëra të thjeshta si padurimi, fajësimi i Perëndis për problemet e tyre, fajësimi i Mojsiut për problemet e tyre dhe shumë ankesa. Dua të them, ata kishin ushqim mrekullie që binte nga qielli dhe than i urrejmë këto mana të neveritshme. Su pëlqenin më manat. Dhe kështu, kjo ishte një pengesë. Nuk më kujtohet ku e gjeta, por lexova një përkufizim të fjalës ankesë dhe një pjesë e përkufizimit thoshte se ankesë do të thotë të mbetesh në vend. Kështu, kur unë ankohem për diçka, pak a shumë është e garantuar se do të mbetem në vend.
derisa të mësoj të jem falenderuese. Duhet të kemi kujdes të mos e bëjmë këtë. Sa nga ju e dinë se është vërtet e lehtë të fillojmë të shohim se çfarë nuk kemi. Është shumë e lehtë të fillojmë të shohim se çfarë nuk kemi, dhe problemi me këtë është se sa më shumë të shohim se çfarë nuk kemi, aq më shumë humbasim atë që kemi. Dhe po ju them, ne kemi kaq shumë. Ne kemi kaq shumë mundësi, faktikisht do ta them këtë. Të gjithë ne, përfshirë dhe mua, kemi me tepri. Ne kemi kaq shumë gjëra sa vërtet acarohemi. Dhe thjesht vazhdojmë të blejmë më shumë, e dini? Dhe mendoj se Perëndia do që ne t'i shijojmë gjërat, por mendoj se ndonjëherë mund të shtojmë stresin në jetën tonë, duke pasur aq shumë gjëra sa që na acarojnë, dhe unë mbaj atë që ka mësuar ta quaj një kuti dhënjeje, një kuti me përmasa të mëdha, dhe e mbush atë të paktën çdo 3 apo 4 javë, thjesht me gjëra. E dini, gjëra që janë në gjendje të mirë, por që unë si përdor dhe si kam përdorur prej shumë kohësh. Kështu, ne të paktën mund të krahasitim gjërat tona dhe t'i japim ato që si përdorim, sepse është dikush që mund t'i përdor. Të paktën ju ndihmon të ruani shëndetin mendor kur i keni gjëra të thjeshta, por le të jemi falenderues, dhe po them falenderues me qëllim. Falenderoj Zotin për ujin e ngrohtë. Më pëlqen të bëj një dush të ngrohtë apo një banjë të ngrohtë dhe falenderoj Zotin për ujin e ngrohtë. Falenderoj Zotin për ujin e pastër dhe që nuk më duhet të eci me kilometra të tëra për të mbushur ujë. Unë e falenderoj Zotin çdo ditë dhe filloj me fjalët: Faleminderit Zot që mund të eci, të flas, të dëgjoj e të shoh. Sa e sa njerëz ngrihen nga shtrati dhe fillojnë ditën dhe thjesht imagjinoni njerëzit që janë paraplegjik, që janë në karrocë, dhe se sa kohë duhet atyre që të bëjnë edhe gjërat më të thjeshta. Dhe pastaj ne ankohemi për shumë gjëra. Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Filipianëve 2:14-15 duhet ta kuptojmë. Bëni çdo gjë pa u ankuar. Biblia e amplifikuar thot pa u ankuar, pa fajsuar dhe pa mërmëritur kundër Perëndis, dhe pa patur dyshime apo dyzime në veten tuaj. Çdo gjë, sa gjëra duhet të bëjmë pa u ankuar? Sa gjëra? Kur na duhet të falenderojmë? Dhe kjo është arsyeja pse ai thot pa u ankuar, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bij të Perëndis, pa të meta, në mes të një brezi të pa drejt dhe të çoroditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë. Kështu Perëndia thot se një nga mënyrat si mund të dalim në botë dhe të jemi një dritë e shkëlqyeshme është thjesht duke bërë të kundërtën e asaj që bota bën dhe të jemi falenderues në vend që të ankohemi. Mos u ulni të hani drek dhe të ankoheni bashkë me njerëzit që punoni, për kushtet e punës, apo për shefin, për këtë e për atë dhe për çdo gjë tjetër. Mos u bëni njësh me të tjerët. Dhe ndoshta mund të thoni kështu: unë e di që jo çdo gjë është e përsosur, por jam falenderues që kam një punë. Ka shumë njerëz që nuk kanë punë, ose ndoshta kur doni të ankoheni për bashkëshortin, kujtoni se diku është një grua e vetmuar që mund të donte ta ishte atë burr nga duart tuaja. Amen. Thjesht mendoni, disa njerëz nuk kanë askënd që të ulen e të hanë një vakt. Ne kemi kaq shumë. Pa rehatia dhe ankesat, mirë, mu deshën 8 javë. Dhe gjatë atyre 8 javëve listova të gjitha gjërat që më ndodhen, për të cilat mund të isha ankuar, por s'u ankova. Dhe mendova që ta ndaja me ju që në 8 javë më ndodhen 34 gjëra. Dëgjoni, gjëra ndodhin gjithë kohën, dhe po them, nuk e di nëse fjala lojë është fjala e duhur, por mendoj se ne duhet ta bëjmë pothuajse si një lojë që e luajmë me djallin. Po them që thjesht të refuzojmë të ankohemi, pavarësisht se çfarë hedh ai ndaj nesh. Le të shohim nga sot e tutje se sa mund të zgjasim
Pa u acaruar as pak nga djalli dhe thjesht të themi, faleminderit Zot jam e bekuar. Faleminderit Zot jam e bekuar. Provojeni këtë. Thelbi është se edhe kur kemi një problem, ne kemi Perëndi në jetën tonë dhe ai mund të na ndihmojë ta zgjidhim atë problem. Imagjinoni si do të ishte po të kishit një problem e të mos kishit Jezusin kraj jush. Amen. Tani e di se juve s'ju nevojitet kjo, por mendoni një person që e dini se i nevojitet ky mesazh. Dhe ju mund e shihni se di nëse shisni mesazhe pas shërbesave, e bëni ende këtë, ju mund ta blini këtë dhe t'ja jepni atij personit të rivarur që s'lumturohet pavarësisht se çfarë i ndodh. Në rregull. Po ju a them. 34 gjëra. Gjëja e parë, vrava shpinën në palestër. Pastaj uji rodhi nga aparati lagështirës dhe më dëmtoi tavolinën. E prishi fare. Përdrodha kyçin e dorës. Harova një nga valixhet në avion. Më telefonuan nga azili për maman 2 herë, tani për shumë vite ne u kujdesëm për maman, baban dhe hallën time në një azil pleq, dhe me kujdes dua të them disa gjëra. E para, paguanin për ta, dhe ishte azili kushtueshëm, dhe e dyta, kjo do të thoshte se kur nuk dihej kur do të telefononin, por një telefonat nga azili nuk është thjesht një telefonat nga azili, do të thoshte se ne duhet të bënim diçka. Ndoshta mamaja nuk ishte mirë, apo halla s'ishte mirë, apo babai s'ishte mirë, dhe duhet të shkonin tek mjeku e pastaj t'i çonim në spital, dhe nuk ndodh asnjëherë që të jesh duke ndenjur kote, duke mos bërë asgjë, duke shpresuar që azili të telefonojë dhe ti të gjesh diçka për të bërë me kohën tënde. Kështu më morën në telefon nga azili 2 herë, shpina më dhimbte, pastaj lëndova krahun kur doja të bëja ushtrime për shpinën. Azili më mori përsëri në telefon për maman, dhe erdha një pije të kuqe me vitamina mbi kolltukun e bardhë. Devi theu xhamin e dritares me një top golfi, të një shtëpie tjetër afër fushës së golfit. E gjeta veten duke i folur jastëkut në mes të natës, duke menduar se ishte Devi. Unë flisja, këtu ishte jastëku. Mu desh të shpenzoja para që si kisha planifikuar për të zëvendësuar kolltukun e bardhë. Kapa gishtin e madh të këmbës tek pantallonat dhe tërhoqa një tendin dhe gishti i vogël i këmbës mu enjt dhe mu bë i zi dhe blu nga që e kapa tek pantallonat. Mu desh t'i thosha hallës sime 86 vjeçare që ishte shumë e pavarur se s'mund t'i jepte më makinës. Nuk ka gjë më për të qeshur se sa kur jesh privilegjet e ngarjes së makinës një personi të moshuar. Mu desh të zvendësoja televizorin e mamas që të kishte mundësi të vinte kufje për të dëgjuar, sepse ajo refuzonte të vinte aparat dëgjimi që këmbënguli që unë t'ja blija. Shkova në qendrën e masazhit të një hoteli, i cili është një hotel vërtet shumë i mirë, dhe në qendrën e masazhit më humbën pantallonat. Vërtet, më humbën pantallonat. Ju thoni çfarë do të thuash? E dini kur shkoni në një qendër masazhi për trajtim keni një dollap, fusni rrobat atje, e po në një farë mënyre unë si futa në dollap, dhe kështu dikush i mori ato dhe bëri diçka me to, se dim se çfarë. Kështu, unë mbarova masazhin dhe shkova të vishesha dhe vesha bluzën, mora këpucët, por nuk kisha pantallona. Tani, si mund të dalë njeriu në hollin e hotelit kështu? Pra, s'isha në humor të mirë për të thënë faleminderit Perëndi për gjithë bekimet. E vlerësoj që të paktën kam bluzën. E dini, unë nuk isha në humor për këtë dhe kështu mendova, çfarë do të bëj? Vesha një peshqir dhe shkova tek sporteli. Po ndjesha si budallaqe dhe thash, kam një problem të madh, më humbën pantallonat.
Tani, nuk është se asnjë nuk e di kush jam unë. E dini, nuk është njësoj si kur ti humbas pantallonat dikush tjetër. E dini, Joyce Meyer ishte këtu dhe i humbën pantallonat. Kështu, ata thanë se do të më jepnin një palë të tjera nga dyqani i hotelit nëse shkoja atje ti merja. Kështu, duhet të shkoja me peshqir të ecja përmes hollit të atij hoteli të shtrenjtë. Forca, po them, kjo është jeta. Këto janë gjëra që u ndodhin njerëzve dhe ndodhin shumë më shpesh nga sa mendojmë ne se ndodhin, por unë mendoj se nëse nuk ankohemi më kaq shumë për këto, as që nuk do të mund të kujtojmë më se çfarë na ka ndodhur, por do ta përfundoj listën. Kështu shkova në dyqanin e hotelit dhe ata më hodhën një sy e më thanë: "Ju jeni zonja që humbi pantallonat?" Thash: "Po, unë jam." Më dhanë një palë pantallona që nuk më rrinin dhe aq mirë, por mi dhanë. Shkova në shtëpi dhe më vonë më telefonuan dhe më thanë: "I gjetëm pantallonat." I pyeta ku i gjetët. Ishin tek sporteli gjatë gjithë kohës, por dikush kishte vënë një regjistër takimesh mbi to. Kështu, ata i kishin aty gjithë kohën dhe unë duhet të kaloja gjithë atë rëmuj që të turpërohesha më shumë. Kujt i kanë humbur pantallonat në qendër masazhi? Mamaja ime humbi syze $350, unë mendoj se i ka hedhur në koshin e plerave. Uji na u ndërpre për 24 orë, halla ime kishte probleme me syrin dhe duhet ta çonim tek doktori i syve disa herë rresht. Patëm një situatë që nuk e prisnim në punë me një nga punonjësit. Devi bëri një operacion dhe s'mund të vinte me mua në Indonezi, u dëtova 47 orë vajtja ardhje në Indonezi, ndërkohë që isha atje qyteti u përmbyt dhe unë s'munda të bëja atë që do të bëja. Apo kënaqeni me këto? Halla ime u shtrua në spital me pneumoni. 3 orë pas i mbërita në shtëpi nga Indonezia, më telefonuan që të nxirja hallën nga spitali. Interneti nuk punoi për 2 ditë, telefonat në zyrë nuk na punonin. Vrava gishtin e vogël te këmba e koltukut. Mu deshti thosha hallës se tani duhet të shkonte në azil sepse s'mund të rinte më në shtëpi. Pata një si viroz në stomak. Alarmi i zjarrit po testohej gjithë ditën në një hotel ku po rria për një konferencë. E fundit, por jo më e pakta. Piva të gjithë lëngun e frutave dhe nuk kisha kuptuar që Devi e kishte lënë filxhanin me ilaçen është një natë më parë që të pastrohej më mirë dhe unë nuk e pash. Thjesht i derda ujin, por kishte akoma ilaç në filxhan, kështu mund të them se isha duke shfryrë fluska gjithandej. Tani, po ju a them këto sepse gjëra na ndodhin të gjithëve. Por imagjinoni, si kur t'i ka përcenim ato, imagjinoni se sa do të zemërohej djalli nëse ne do të ecnim në jetë, duke e ditur se ai na ngre kurthe për të na shqetësuar. Amen, djalli na ngre kurthe për të na shqetësuar. Ai do që të humbasim të ruan, të mërmërisim e ankohemi, e të veprojmë si gjithë të tjerët në botë që njerëzit të mos e bëjnë do dallimin midis nesh dhe njerëzve të tjerë. Ne nuk duhet të shkrihemi me ta, por të dallohemi që jemi ndryshe. Dhe kjo s'do të thotë se ne duhet të predikojmë të gjithëve që takojmë. Faktikisht mendoj se ndonjëherë kjo sjell më shumë dëme, por Perëndi nëse ne dalim në botë dhe thjesht jetojmë jetën. Po them, a imagjinoni do të Jezusin duke u ankuar? Më ka ardhur në majtë të hundës ky peshk i vjetër. Jam lodhur duke fjetur jashtë pa një krevat e një astëk të mirë. A i tha, nëse do të më ndiqni mua, unë s'kam vend ku të vë kokën. Nuk tha se po të ndjekim atë do ta kemi të lehtë, a i tha se do të kalojmë shumë sfida. Mirë, ankesat mund t'i bëjnë lutjet tona jo efektive. Në vend që të ankohemi, duhet të jemi falenderues për gjërat e mira që Perëndia na ka dhënë në jetën tonë.